Besoj se këtu kohën besoj se kemi edhe mund të flasim shumë gjatë. Të kemi pa në Big Brother, ke qenë një person i qetë, një person me një edukatë të jashtëzakonshme. Nuk ke hyrë ndoshta edhe shumë debate, por vetë se në disa debate të mirë fillta, cila ka qenë loja jote, ka qenë ajo, ke qenë ti vetja, apo ke hyrë me një qëllim tjetër edhe pastaj ke dalë krejt tjetër? Jo, shiko, në rrallë parë ky ishte gabimi im, se unë nuk kisha lojë. Kur hin Big Brother, do ta keni parasysh se cili si do me hin Big Brother, ti duhet të kesh një lojë. Unë nuk kisha lojë, unë isha thjesht vetvetja, edhe kjo besoj se është një pijama që më ka penalizuar mua si një banor i Big Brother, a kupton? Debate nuk i përfshim debate se shumë debatet, si me ta thonë, traç janë kotë u burr. O të betojmë, janë debate kote, janë debate nga hiqi, debate që ti ndoshta futesh e jepi menim, edhe menimi jot është i sakt, por personi që ti po bën debat, ai vazhdon me majt menimin e vet, jo sepse ka të drejtë, po sepse kështu vendos ai person me lut lojën sepse intereson atij personit, duke majt këtë menim do të dalin prime. Edhe ti kur arrin me kuptu këtë gjëna, nuk t'jepet, nuk si ta them, nuk kanë kuptim edhe debatet. Një debat i mirëfillt nuk ka kuptim. Do të thotë vetëm debatet devijume dhe izin prime. Si ka ardhur koha. Kush ka qenë njeri më i zhon shumë aty sa i përket teje, se ke kthyer ti me një sy se ndryshe ne si shikuesi Për dy kush ka. Për mu më duket që Alba është një vajzë që e bën lëmë shtëpinë për shkak se Okej, tash po ta bëjmë ty pyetje. Ajo zhurma Albës. Ka kuptim apo nuk ka? Erdhan rrëfim jetë? Jo, po dume e kuptu edhe spektatorin që shef për jashta. Për në punë po ta bëj ty pyetjet. Ajo zhurma Albës, a ka kuptim apo nuk ka kuptim? Po flas personalisht unë, është një zhurmë shumë e bezdisshme. Sidomos kur të ndëgjohet në televizion, kur dikush flet, unë mendoj që është edukata dëgjoj tjetri. Pavarësisht që e ka të kundërtën me thonë, po është respekt, edukat familjare ta dëgjosh dikon deri në fund. E pastaj t'jepet hapësira edhe ty. Po Alba është aty që nuk jep hapësirë askujt. Po unë edhe një pjesë e ka cituar edhe vetë ajo, ka thonë, kur ka qenë një pyetje nga jashtë, nga publiku, do me thonë që ju kanë shfaq aty në monitor, ka thonë pse nuk i lënë banorët me fol, ka thonë se kjo është etika e lojës tanë, që unë nuk jepi hapësirë askujt. Po, në qoftë se ne si popull po vlerësojmë një gjatë tillë, nuk e di. Ndoshta mbaret edhe pëlqimet e njerëzve, po më duket shumë e zhomshme. Ne si popull. Edhe fatkeqësisht ndoshta ajo mundet me shku deri në finale apo ku ta di. Absolutisht se Alba e ka deri në finale. As pa fjalë. Personi më i zhurmshëm në shtëpi ka kënë Alba, por a ka vlerë zhurma Albës, a nuk ka vlerë për mendimin tim, unë si ish banor them se nuk ka vlerë, por me sa duket për publikun, për shikum, për klikime, për zhurmë, ka vlerë, kështu që Alba shkon deri në finale për këtë arsye. A e penalizon vetën që nuk e dit me jep lojë ndoshta një strategji tjetër nëse tu kishe jap mundësia prap mu fut në Big, a kishe qenë si ke qenë më parë apo kishe ndryshu personalitetin? Besoj se do kisha ndryshu, besoj se do kisha ba një lojë. Çika, ti futesh aty me disa persona që janë unë i pari, unë kur një temë nuk kam pa Big Brother. Unë e di se si funksionon formati Big Brother, e di se çfarë është Big Brother, por që t'jem shikues i Big Brotherit, kur një temë nuk kam pa. Thjesht para se me hin Big, pash disa klipe, disa gjana, se si është Bigu, edhe më ka bë përshtypje disa gjana, ato bashin debate për diçka që nuk kishte kuptim. Edhe kur isha jashtë, thosha pse janë të bë këto debate, nuk ka kuptim debati, dhe nuk e kuptosha. Se po përlan ka. Ama kur hinë armën e kuptova se
thjesht ti merr pjesë në debat. A ke drejt, a nuk ke drejt, nuk ka rëndësi kjo. Thjesht du të me marr pjesë në debat. Absolutisht se do kisha lujt tjetër, absolutisht do kisha të paktën do kisha tentuar me bëj lojë. Adin, unë thash nuk kam bë lojë sepse nuk jam rrallë parë nuk jam përballu kurrë me kamerat. Pavarësisht se unë e kam bë podcastin e kam emisionin tim, e kam podcastin tim që quhet Shamat Podcast, por edhe vetë e kam bë podcastin në këtë formë që po bandit që ti është your comfortable zone këtu, adin, jenë zonën tane. Edhe momentin që u përballova, Alaudini flitën, nuk e shihshim, ishte presioni i kamerave, presioni i spektatorit, duhet të kiti xhanat, edhe unë këtë ndjesi se kisha provu kurrë. Ti aty përballohesh kundër Albes për shembull, që Alba ka bë 1-2 emisione të ngjashëm, edhe e din se si funksionon xhanat. Je kundër për shembull Edi që është hera 2 që ka bërë emision, je kundër Hygerta që ka 20 vjet në televizion, je kundër Arditi që ka bërë një format të tillë më përpara, edhe ka 20 vjet që është në skenë, i ka kalu këtë xhana, edhe për mua ishte hera parë që bëj kalosha këto njësit, këto emocionet, ishte hera parë që bëj kalosha. Po Albin e ngjen nga jashtë apo vetëm big aty? Ja, absolutisht nuk e njoh nga jashtë. Kisha një gju se do të hinte Alba, ashtu si besoj se janë bërë shumë para se me vazhdu Big Brother, janë dhënë shumë emra në qarkullim se do të kanë me kanë pjesë e Big Brother, ka kanë edhe emri jem. Dhe unë e kisha një gju se do të hinte Alba. Albin thjesht si personazh mund ta njihsha, kupton? Por tamam edhe jam shumë i sinqert, jam shumë i drejtë, kjo e gabimi. Edhe unë nuk dosha, më beso që nuk dosha me hi me pa shumë për Albin, sepse nuk dosha me kryu një përshtypje për të si një person. Vetëm të e pa nga kamera, dosha me e njoft direkt si person, a kupton? Po pastaj, kur u fute atë ballafaqimi me to, si tu duhet? Keni pas do një debat shumë të nxehtë me Albin? Jo, ditë e para... Apo je shmang vazhdimisht në për debate? Ditë e para ishte okej, sepse ishim gjithë banorë, se cili prej nesh po njifte njëri tjetrin, ja kupton, ditë e para ishte okej. Derisa i pikë që erdhi një pikë që u bë shumë e bezdishme si banore, u bë shumë e bezdishme se nuk kishe mundësi të komunikosh me një banor tjetër, pa kanë ndërhymja saj, por ditë e parë ishte okej, derisa e morri atë territorin e vet. Ti the që asnjëherë nuk kom pa Big Brother. Edhe si tërë kjo eksperiencë për më fut në Big Brother, ishte dëshire jotja, e kishe menduar ndonjëherë që do të jesh pjesë e një Big Brother? Shiko, u lidhen shumë bukur gjanat, sepse funit Big Brother është një, si ta them, një reklamim për se cilin prej Një mundësi shumë e mirë për qa hinë banorët në Big Brother. Gjithë banorët që hinë Big Brother janë i njeh dikush, janë të njoftën, sepse quhet Big Brother VIP Kosova, janë njoftën, por Big Brother jep me mundësi që të njihesh edhe më shumë, të reklamosh edhe më shumë. Unë sepse kisha edhe emisionin tim, edhe më duk ishte një mundësi shumë e mirë për mua që të reklamoj veten, të reklamoj edhe emisionin tim. Do të thotë ke ndje veten VIP? Shiko, derisa më kanë zgjedh po. Normal, absolutisht tonë aty pavarësisht se sot ka është bota shumë e shpejtë sot. Ke vipa që dalin ditë për ditë. Nuk është më viteve 90 që tonë Shqipënia ka pas 15 vipa. Sot Shqipënia ka 5000 vipa, kupton? Absolutisht se një është vip. Edhe ndodh por është privilegj ti jesh aty sepse Shqipëni, Kosovë, 7 milion banor bana gjithë bashkë, Shqipëni, Kosovë. Ama në një sezon janë 30 shqiptarë, 30 Shqipënis, 30 Kosovës që hinë nëpër Big Brother. Edhe t'jenë 7 milion banor, t'jenë vetëm 60 për zgjedhën me përjetu këtë do eksperiencët, absolutisht është një privilegj shumë i madh, për mendimin tim. Najler, si ka qenë për ty ftesa në Big Brother, me qenë se ka shumë njerëz që vuajnë për mu fut Big Brother, gjatë kohës gjithmonë më thonë, e njeh dikon mu fut në Big Brother, ka kërkesa që jashtëzakonisht njerëzve për mu fut Big Brother, për ty ndoshta ka qenë një diçka shumë e paprit, ne edhe i ke thonë po. Ka qenë vështirë për mu fut? Ftesa ka qenë shumë okej për me bë një takim me njoft nga afër, sepse për shumë shiko, edhe vetë
produksioni ose kush do që të zgjell këty, dënë edhe me bë një takim me ty, që nuk të zgjell direkt vetëm do të me kenë ti kush ta thamon ty u përfol që do të hinë Skivi, u përfol. Skivi është një personazh që ti ja bën ftesën, kupton? Po besoj se për shumë personazhe ti është një ftesë që të njihemi nga afër për me të njohur ty si personazh që po flitet për me një Big Brother, kupton? Edhe përshtypja e parë që ti lën në takimin atë, edhe atër konfirmohet edhe ftesa për Big Brother, kupton? Edhe ishte fix në momentin e duhur për mua, ishte thashun përveç se fjalë të mira për Big Brotherin, nuk kam absolutisht gjatë keqa, kupton? Si ka qenë nata e parë kur u futën Big Brother dhe ta thirrën emrin për mu futën shpe, cilat kanë qenë emocionet, cilat kanë qenë përshtypjet e tua? Nata parë ka qenë shumë e bukur, shumë e thjesht, nuk ka se kisha shumë emocione me fjalë natën e parë, emocionet erdhen u akumuluan me kohën. Se natën e parë unë isha mirë natën e parë, isha krejt fiksa, kupton? Kurse me kohën erdhen u akumuluan emocionet, sepse ndodheja që nuk ka ndodhur në asnjë Big Brother tjetër që u bë nata parë edhe Prime u bë mas 5 ditëve edhe kishim 5 ditë që nuk kishim absolutisht asnjë ndërhyjje nga stafi, nga ishte komplet, ishim krejt banor të lirë me fol me një tjetrin, me komuniku me një tjetrin, edhe gjatë kësaj periudhe u akumuluan emocionet, se nata parë ishte shumë e qetë për mua. Po pastaj kur fillun debatet, ti nuk u ndjeshe mirë, apo nuk e nishe vetëm pjesë të aty në debateve të gjumshme? Ti futesh bëhesh pjesë e debatet. Bëhesh pjesë e debatit, jepi menim, po kur e shes se nuk po ka kuptim. Adin edhe tërhekesh, edhe nuk dan, adi se puna, nuk ke qef u burr edhe me dal nëpër Prime për debate pa lidhje, si nuk me konsens, apo kupton? Po në qofë se nuk bën në debat, jo të mirë fillt nuk del në Prime. Po, fatkeqësisht kjo është ajo që jepet, a kupton, por funit do të me marrë parasysh sepse është një reality show, është një program që do të tregojnë, si ta them, të zgjidhë mirë fjalë që do ta them. Është një reality show që ti do ta bash publikun për vete dhe besoj se publikun të e bën për vete në bazë emocioneve. Janë dy lloje emocionet, janë emocionet e debatit edhe emocionet e lumturisë që e bën publikun për vete. Por ne si shqiptarë kena pak debatin më shumë se emocion. Gjatë qëndrimit në Big Brother, ke pas ndonjë hatërmbetje me dikon që edhe pse ke dalë jashtë, domethënë të ka vrarë fjalë që ta ka thonë dikush? Jo, nga asnjë, sepse nuk i merr dhe shumë seriozisht gjana, edhe nga për shembull, nga gjithë banorët që kanë dalë deri tash për shembull, kam marrëdhënie shumë mira me ta, më ka taku me fol, me Geton flas shumë shpesh, me Linden flas, me Sasen, me Ibron, bile absolutisht të mrekullueshëm të dy. Me Edin e kam taku, si dikush ka dal tjetër, si s'po më kujtohet. Fjolla nuk më ka taku, për shembull, Fjolla nuk më ka taku me njoft në Big Brother, kupton? Kurse këto tjerë, me gjithë jam okej. Bien e takova dje apo sot? Sot e takova Bien, a kupton? Edhe me gjithë jam okej. Një pikë kafe me Bien? Jo, na takoj rastësisht mu taku te klani. Çka mendoni për lidhjet cilat po bëhen Big Brother? Janë lidhje fake apo jo? Cila? Po lidhjet, do me thonë, Sasa ka pas një flirtim me kushtrimin. Po. Pastaj tash ka hyrë edhe Limi. Dashni, përsoj përket Sasa dhe kushtrimit, aja, sika, nuk ishte lidhje funit. Nuk ishte i lidhje, Sasa ishte një pëlqendër. E ka përmend gjithkohë se kushtrimi ka pëlqyer shumë si njëri. Si njëri, shumë djalë i mirë, shumë i dashur, shumë edhe kanë pas një kimi shumë bukur me një tjetrin,
Por ama edhe sa kanë që ka thënë që nuk je për lidhje diçka serioze, a kupton? Por ka të është shumë e bukur. Tjetër, ti përmend Limin. Limi lidhen me Dolçen? Po tash nuk po dihet me kanë me Dolçen me Albën. Veç me Dolçen ka lidhje Limi, se me Albën nuk ka lidhje Limi. Me Albën debate më shumë. Po, që ti pyete për lidhje. Po ka edhe nga një herë me raste që përjashton nga një fjalë tëmbël, nuk është edhe nga një herë. Shikoj, je 24 orë, nuk ke ku i shkon. Nuk ke ku i shkon. As Alba Limit, as Limi Albës. Një 24 orë që jeni bashk. Edhe ndaj fjala do t'i thuhet, a kupton? Por unë që po e shoh Limi ato kanë shumë mirë, ato kanë ideal shumë i respektueshëm. Ato respektu jashtëzakonisht Albën, ato respektu shumë ma shumë se sa duhet për arsye sepse janë kamrat. Se mos me kanë kamrat, s'ishte marrë hiç me te. Ma beso se mos me kanë kamrat, mirupafshim nuk ishte marrë as pak me te, kupton. Por për sa i përket lidhjes Limit me Dolçen, okej, shumë mirë, adën, shumë mirë, shumë të lezetshëm janë. Dolçe është një vajzë shumë vajzë e mirë, shumë vajzë e mirë, shumë pozitive, adin. Edhe shumë bukur duken bashkë. A mendon që në momentin që del nga Big Brother, gjithçka, çdo debat bjen edhe do të me fillu një raport nga fillimi, një respekt për njëri tjetrin, pavarësisht që aty gjithë futem për një Jo, absolutisht jo, nëse një banor i ka lënë kufit me njëri tjetrin, për shembull nëse ti jena bashkë Big Brother, ti i ka lënë kufit me mu, unë edhe pse dalim jashtë nuk du me pas as shoqënia se gja me ty, se funit i ke kalu kufit, edhe nuk mund të ma justifikosh mu ishte në kuadër të lojës, nëse kalojnë kufit. Ama nëse janë debate grasha, o burë. Kone shef finalist, në Big, edhe kone shef fitus. Finalist, sa emra dhe dhëtë me të përmenë? Si finalist? 5 emra. 5 emra. Klodi, Lundrimi, Eliona, fatkeqësisht Alba edhe Limi. 5 emra. Kurse për sa përket fitusit, kam 2 teori. Teoria parë. Shiko, unë do të flas si me kanë produksion ose si me kanë i fjet teori conspiracy, se unë i besoj pak këto gjanat. Unë besoj shumë që si mjetë Big Brother duhet me fitu i famën. Nuk ka çështja a meriton ose meriton e famën. Ndoshta nuk e meriton e famën. Por duhet me fitu i famën sepse e njëjta gjë që ka ndodhur para 2 vjetëve me Big Brother në Shqipëri. Si unë nuk jam dakord se e fitoi Egla, unë besoj se e meriton te Juldeta, por Juldeta u bë kurban sepse vetë produksioni u do të me alloni famës që me të regu se në Big Brother edhe në qësi e famën fiton, sepse çdo vit të fitu një mashkull, vjene jepet një mesazh si kur famët nuk e fitojnë. Audën. Edhe besoj se edhe Big Brother i Kosovës ka ardhur në atë pikë si mjet ne duhet me allon një famës. Jo sepse edhe pse se meriton sipas teje. Edhe pse se meriton. Kjo është conspiracy theory. Edhe pse se meriton, ose nuk edhe pse se meriton, po duhet me allon një famës për me bë pak barazi gjinore, pak sepse ka ardhur 2026, mashkull femën do të me kënd barabartë, por si ke me kënd barabartë, nëse çdo Big Brother fiton mashkull e femra se fiton kur si ke me kënd barabartë. Kështu që me dhon mesazhin se jena të barabartë, duhet me fitu i femën. Cila do të jetë ajo femën? Eliona. Eliona. Po Eliona mendon që nuk është të bëj lojë për me fitu një çmim? Eliona e dën publiku. Ashtu bëj lojë sa të bëj lojë publiku e dën. Po derisa don publiku, do të me zgjedh që ato. Kush voton? A voton publiku? Po normal që publiku. Mosu. Publiku e dën. Shiko, një femër duhet me fitu. Publiku e dën Elionën, po publiku voton për Elionën, Eliona e fiton. Atëherë ku është metoda që nuk e meriton? Këtë s'pe kuptoj, derisa publiku e voton. Jo, shiko. Edhe më thash pavarësisht okej, flasim kuadër lojës, sepse ti pari the që ato bë Eliona.
Okej, Klodi me lundrim janë të bë maksimumin nga mjesit dhe ndrark, po bajnë atë lojen, po bajnë shumë lojë të bukur. Alba me Labinot Regjen janë të ballë ato maksimum janë të banë, pavarësisht se ato bajnë një lojë negative. Por ato maksimumi janë të bë. Në kuadër, nëse flet në kuadër të lojës. Por tash publiku kur ka dashni me Lionën, duhet me fitu i femën, pavarësisht a debat tjetër, a ameritan as ameritan, a debat tjetër, kupton. Por edhe në qoftë se bëhet fjalë për femna, e meriton e Liona, për mendimin tim. Nëse bëhet fjalë se fuzin vetëm femna, e meriton e Liona. A do fiton e Liona?